edhe kënaqësi, po edhe përgjegjësi, se tash s'është kollaj që të pretendosh që të flasësh, të japësh mend. Edhe pse kështu kur fillojmë të flasim, zim të pushojmë. Ndoshta sot ai mikrofoni është gjëja më e keq trajtuar në Shqipëri. Njerëzit shumë pak të dëgjojnë dhe shumë flasin. Ndoshta po të ndryshoj ky raporti, gjërat më mirë do bëhen. Është një libër që prej titullit, por edhe në të tërën e tij të krijon idenë që është një libër pak teknik për mediat, fokusuar te televizioni. Por ndërkohë dua që t'ju kujtoj që autori që e ka shkruar nuk është një njeri i botës së medias, as gazetar, as themi producent emisionesh, as drejtues televizioni, as njeri që është marrë me komunikimin, por është një filozof që është marrë shumë me çështjet e demokracisë, të politikës, aty ka qenë i fokusuar. Dhe padyshim që janë këto shqetësime, më shumë shqetësime të kësaj natyre që e kanë çuar që të reflektoj mbi median. Ndërkohë që edhe ne këtu nuk besoj se kemi njerëz që janë të lidhur drejt për drejt me televizionin apo me media, edhe unë që jam prap tangent se nuk është puna ime kryesore. Dhe domethënë duhet të kuptojmë këtë start të parë që si autori, po edhe ne nuk e kemi profesion të parë median. Dhe janë të tjerë faktorë, të tjerë element që na bëjnë të mblidhemi që sebepi të jetë media, televizioni, për të parë shqetësime të tjera dhe problematika të tjera, që janë pranë nesh edhe i kuptojmë edhe i ndjejmë edhe i kemi në përditshmërinë tonë dhe i kemi shqetësim. Ky libër ndoshta mund të quhet edhe pak i vonuar në diskutim dhe i tejkaluar në disa nga ato probleme që cek, por përsëri ka, gjithnjë vlerë për tu ngritur në nivelin e debatit dhe të diskutimit, sepse ndoshta ndryshojnë format e problemeve, por thelbi mbetet në një mënyrë e njëjtë dhe nëse ti shkon në diskutim thelbi të problemit, po jo elementeve dytësore, prap ka vlerë çdo lloj diskutimi. Unë kohët e fundit jam marrë në kuadër të një studimi që po bëj me çështjen e adaptimit, të përshtatjes. E them kështu në ngushësisht në profesionin tim, lidhet me përshtatjen e librave apo të letërsisë, të prozës në një gjuhë tjetër që është teatri apo kinemaja, domethënë nga një gjuhë e caktuar që është proza në një gjuhë dramatike. Dhe duke u marrë me përshtatjen apo me adoptimin dhe duke zgjeruar, le të themi, reflektimin mbi këtë koncept, pash që nuk është vetëm artistik. Edhe pse, më thënë, neve na është dramatizim, përshtatje, na ishte ngolitur që është një term ngushësisht artistik. Po, përshtatja është edhe një fenomen biologjik, më thënë trupi, organizmat përshtaten, është edhe një proces fizik, gjithë natyra, bota ka krijuar përshtatje, po edhe filozofik. Është edhe filozofik sepse në një farë mënyre përshtatja është shprehje e lëvizjes. Nëse neve vërejmë që diçka lëviz dhe zhvillohet, lëvizja nuk është vetëm një përngulje në hapësirë, por është ndryshim. Dhe ky ndryshimi vjen si rezultat i dy elementeve, elementeve të brendshëm, por edhe elementeve të jashtëm. Edhe trupi përshtatet në situata të caktuara. Ky fenomen që është thelbi i lëvizjes dhe mund të them që mund të jetë nga cilësitë dhe karakteristikat më të përgjithshme të gjithë krijimit, çdo gjë ndryshon, transformohet, përveç Zotit që është një dhe i vetëm dhe i plot, gjithë të tjerat janë me fillim, fund dhe gjithmonë në transformim. Ky është një element i rëndësishëm dhe është shumë e rëndësishme të shikosh këtë përshtatje edhe tek mënyra e leximit të librit. Sepse edhe kur lexon një libër ka disa metoda dhe është gabim që të përpiqesh të nxjerrësh konkluzione të ngurta nga leximi. Të kërkosh atë çka autori e ka thënë dhe ti ta marrësh si një të vërtet të ngurtë edhe ta observosh. Kjo metodë që në metodat do ata që janë marrë me studimin apo me analizën e formave të leximit, quhet metoda me fokus autorin, edhe ne sot diskutimin nga autori e nisëm, është një metodë që ka dominuar për shumë kohë
domethënë realitetin artistik apo kritikën apo debatet në Shqipëri. Domethënë disa prej nesh këtu jemi në atë moshë që mund të na kujtojnë ato mësuesët në lëndën e letërsisë që thoshin çka ka dashur të thotë autori. Pyetja klasike, çka ka dashur të thotë autori. Dhe kjo është ngulitur në mendjen tonë. Unë kur reflektoja mbi këtë term që më thënë, nuk pretendoj që e kam kuptuar si term të gabuar shpejt, po kur atëre që e pash që më duke absurd, pata ndjesin që ishte një le të themi një mbetje, trashëgimi e metodës së realizmit socialist, skematik. Dhe shumë vonë kam kuptuar që vetë rusët ishin ata që e kanë rrëzuar këtë metodë shumë vite përpara. Dhe bëhet fjalë për atë që është faza e dytë, domethënë, apo metoda e dytë që është ka lidhje me strukturalizmin. Strukturalizmi është një lëvizje filozofike që ka ndryshuar shumë mënyrën të menduarit të gjërave, domethënë. Ka qenë një zviceran Ferdinand de Saussure, i cili mbahet si, le të themi, si personi që ka hedhur bazat edhe të strukturalizmit, por edhe të semiotikës, të shenjave. Ai është marrë me gjuhësi kryesisht, domethënë është marrë konceptet e shkronjës të fjalës, por që prej atij kanë buruar pastaj shumë ide dhe mënyra të shikuarit të letërsisë. Është vazhduar pastaj me një francez që është Levi Strauss, dhe kjo metodë e leximit e shikonte fokusin tek vepra. Thelbi i kësaj gjëje me dy fjalë ishte që çdo objekt, çdo qenie ka një strukturë, funksionon nëpërmjet një strukture, që mund të jetë e thjeshtë me pak elemente, pastaj vjen ç'është organizmi i njeriu, që është një strukturë, ka brenda vet ka shumë organe që janë në marrëdhënie me njëra tjetrën, funksionojnë. Edhe kështu duke u zgjeruar gjithë universi, çdo gjë është një strukturë që funksionon me njëra tjetrën. Dhe logjika e kësaj të menduari apo metodë leximi ishte që libri është i vetë mjaftueshëm për të shpjeguar. Ti nuk ke nevojë të merresh me autorin apo me elemente të tjerë, se vetë libri ty ta jep atë çka ti kërkon. Që të kaloj shpejt e tjetra pastaj që të vemi konkretisht tek libri, sepse është e domosdoshme t'u shpjegoj këto gjëra, sepse duhet t'u shpjegoj mënyrën se si e kam lexuar unë librin, që të arrim që të kuptojmë me njëri tjetrin. Vetë ata që e rrëzuan strukturalizmin, që ishin post-strukturalizmi, vetë ata nga brenda e kësaj lëvizjeje, dolën edhe ata që e kundërshtuan, që është një lëvizje e cila është e vë në qendër të leximit vë lexuesin. Ka arritur kjo lëvizje derisa ka vajtur tek Roland Barthes, që është një që ka vajtur tek ideja e vdekjes së autorit. Autori nuk ekziston më për post-strukturalizmit, e ka kryer veprën, e merr lexuesi, nuk ka fare të bëjë me autorin, dhe lexuesi i bën leximin e tij, siç ka nevojë, siç i nevojitet, siç ka njohuritë e tij, siç ka nevojat e tij, domethënë. Dhe kjo fazë e post-strukturalizmit ka një gjetje të mrekullueshme që është edhe islame, domethënë kam gjetur shumë gjëra të ngjashme me islamin, që janë strukturat binare. Çdo gjë ekziston në dualitet, në çift. E mira me të keqen, e vogla me të madhen, e larta me të shkurtërën, e shëmtuara me të bukurën. Kuptimin e gjës të fjalës, post-strukturalistët nuk e shikojnë tek vetë fjala, po tek e kundërta e saj. Domethënë, e bardha, çfarë është e bardhë, është diçka që nuk është e zezë. E mira, çfarë është? E mira është diçka që nuk është e keqe. Ne shikojnë gjithmonë të lidhur me të kundërtën. Dhe vërtet, domethënë, gjithë botën, po ta shikosh, është e çiftëzuar përveç Zotit që është një dhe i vetëm. Çdo gjë tjetër nën të është e çiftëzuar. Tani ku është mrekullia e kësaj gjëra? Që leximi aktiv ka shkuar tek një element që unë e kam definuar, që është brenda një estetike të teatrit polifonik që kam unë, që leximi aktiv është i bukur kur ti arrin të plotësosh gjërat e pashkruara nga autori. Autori ka lënë vakume kudo, domethënë i lë, merr një rrugë të caktuar. Një lexues i mirë është ai që nuk ndjen nga mbrapa qorrazi rrugën e autorit, po ai çan drejtime të tjera, shtigje të tjera, bën plotësime të asaj që nuk ka thënë autori. Ky është leximi, metoda e tretë, me të cilën unë i qasem jo këtij libri, por në përgjithësi u janë qasur gjithë librave. Ruaj brenda vetes time një natyrë pak refuzuese ndaj asaj që më ofron autori. Përpiqem që të jap versionin tim apo ta përthyej brenda mekanizmit tim
gjithë atë çka më ofron tjetri. Dhe kjo më ka rezultuar pozitive, domethënë më ka rezultuar në zbulimin e gjërave që kanë qenë më interesante për punën time. Padyshim që këto tre metoda nuk janë të ndara me etike, nuk se janë kundërshtojnë njëra tjetrën, sepse ti mund të fillosh vërtet nga autori, të vesh te veprat dhe pastaj të vesh tek metoda e tretë. Çështja është se kush është prioritare. Nëse ti ngelesh te autori, merresh me kur ka lindur, kur ka vdekur, me sa grash martuar, kur ka tradhtuar, kur ashtu, ngelesh tek ai, domethënë, ngelesh një historician, domethënë, që merresh me biografinë e atij autori dhe nëse ngelesh tek vepra është padyshim një fazë më e zhvilluar, po prap jo e plot. Metoda e tretë e poststrukturalizmit, e cila është një metodë që çon edhe hap destinacione të reja, është metoda për mua, domethënë më e vlefshme dhe më efikasja. Dhe në atë lexim të shpejt që i bëra këtij libri, jam përpjekur, domethënë, me konsciencë së radhe pikërisht të bëj këtë lloj leximi. Dhe çfarë kam nxjerr si disa nga këto konkluzione, domethënë, që janë interesante. Sartori, një nga tezat e tij thelbësore, kryesore, të cilën nuk e di se si është parathënia e botimit në shqip, po të paktën tek botimin në italisht, te botimi i dytë e theksonte pikërisht këtë gjë, nxjerr në pa apo nxjerr si shqetësim faktin që media dhe televizioni është duke, sepse bëhet fjalë për shumë vite përpara, është duke e transformuar, e ndryshuar thelbin e esencës të qenies njerëzore. Po ndikon duke ndryshuar thelbin e qenies njerëzore. Unë nuk e shikoj për mendimin tim as alarmante dhe as një çudi të madhe, sepse vetë qenia njerëzore është e ndikueshme nga gjithë faktorët e jashtë. Domethënë, qenia njerëzore formohet jo në mënyrë si në inkubator. Ajo është një qenie sociale që ndikohet nga shoqëria, nga natyra, nga një muzikë që dëgjon, nga një film që shikon, edhe nga televizioni, edhe nga libri, nga shumë faktorë. Domethënë, të thuash sot që televizioni po jep tonin shoqërisë, mua më duket se është një pejkalim, domethënë, apo le të themi një egzagerim i shqetësimit të Sartorit. Të thuash që njeriu apo shoqëria ndikohet edhe nga televizioni, ky është një realitet të cilin ne e pranojmë, domethënë, ka efekte edhe pozitive, edhe negative, të cilat nuk varen shumë nga mjeti i komunikimit, po varen shumë nga përmbajtja e materialeve. Nuk e ka fajin televizori si objekt. E kanë mesazhe që transmeton ai. Dhe ato mesazhe përpunohen dhe gatiten jashtë televizionit. Televizioni është një mjet. Padyshim që Sartori në këtë libër me synimin për të goditur televizionin merret me zhvillimin. A është televizioni një fazë zhvillimi thot për shoqërinë dhe e zë, le të themi, zarafillën e zhvillimeve të teknologjisë, të progresit, e fillon me librin, me shtypshkronjën, të cilën e quan një element pozitiv. Në momenti që librat shtypen me shtypshkronjë dhe është mundësia për të shpërndarë më gjerë, domethënë, që njerëzit të kenë kontaktin me librin. Nga ajo vetë tek radioja, të cilën edhe radion e konsideron, le të themi, me element më shumë pozitiv se sa negativ. Edhe pse radion prap e godet të 2-3 elemente të tilla, siç është muzika, domethënë, që e ka bërë njeriu të mos jeti përqendruar tek mesazhi, por ti e dëgjon duke punuar, duke lar apo duke bërë, edhe muzika vjen atje dhe këtë efekt të radios e shikon si element negativ. Ja, atë ai duhet të kujtohej edhe për një përdorim të mërësisht, dhe themi të keq të radios. Po të kujtojmë që në luftën e dytë botërore, Goebbels, si ishte shefi propagandës së Hitlerit, u shpërndau gjithë qytetarëve gjerman radio, free, pa para, bam të gjithëve. Dhe ata dëgjonin se çfarë transmetonte qendra, domethënë. Ja, pra që nuk është mjeti, por është mesazhi me të cilën ti përçon atje. Mua më pëlqeu në një moment sepse bënte lojë dhe italisht ndoshta e shpjegonte atë, domethënë, termin e progresit si ecje përpara, edhe i shikonte atë raportin që zhvillimi nuk është vetëm sasior, domethënë, të fitosh kohë siç fiton televizioni kohë, domethënë, apo kurse komunikimin e bën më të shpejt, është le të themi një zhvillim sasior, domethënë, ti fiton më shumë kohë,
Nëse ti e menaxhon kohën edhe i shkurton le të themi një kohë që do të duaj ty nga një libër, është e vërtetë, domethënë për të lexuar një roman duhen ndoshta edhe muaj. Kurse ato roman, nëse e shikon në televizor film, duhet një orë. E kjo është kohë në një farë mënyrë e fituar. Nuk është për të akuzuar televizionin që ty të kursen këtë kohë, por ai shikon raportin midis ndryshimeve sasiore edhe ndryshimeve cilësore. Për të vajtur pastaj tek një element shumë i rëndësishëm, unë atë shikoj si tezën apo le të themi si elementi që mund të bëjmë edhe një diskutim edhe debat, është edhe interesante është, edhe vlen të diskutohet, i kritikuar pak si elitarist do të thënë, që i fokusuar pas librit, që vetëm libri, Sartori vë përballë dy forma të edukimit të njeriut, nëpërmjet fjalës dhe nëpërmjet imazhit. Edukimin nëpërmjet fjalës dhe edukimin nëpërmjet imazhit. Ai merret atje me faktin që fëmijët e kohës së tij, por edhe fëmijët e kohës sonë, qëndrojnë gjatë në kontakt me imazhet e videove të fëmijëve, para se të fillojnë edhe të mësojnë të lexojnë dhe të shkruajnë. Dhe sipas tij, këta fëmijë kur bëhen adult, kur bëhen të rritur, janë të paaftë për të patur raporte të drejta me librin. Kjo është një temë që mund të diskutohet, sepse Sartori e çon edhe më tej këtë gjë. E shikon pamundësinë e imazhit për të shprehur koncepte abstrakte, që është për shembull demokracia apo besimi apo gjëra, ca fjalë abstrakte, thot ta njerëz që ngelen përpara gjuhës së televizorit apo të kinemas, gjuhës së imazhit, sepse këto janë le të themi arte kinemaja për shembull, që gjuha filmike është imazhi. Ndryshe nga teatri për shembull që ka fjalën kryesore, ka dhe imazhin, është ligj. Ne na ka mësuar në shkollë që gjuha e filmit është imazhi, edhe televizionit është imazhi. Sartori thotë që imazhi është i paaftë për të shprehur konceptet abstrakte. Dhe libri është vetëm libri. Unë kam, medituar shpesh mbi ato fazat e komunikimit të parë të shoqërisë njerëzore. Edhe kam menduar, a ka qenë vërtet e para fjala, tingulli, kush ka qenë e para? Edhe nisur nga ato vizatimet e kafshëve që janë gjetur ato shpellat e Francës ashtu, është gjuha e imazhit. Njeriu përpara se të fillonte të fliste, të komunikonte, e të shkruante, ka sjell imazhe, ka vizatuar. Domethënë, imazhi është një gjë që është brenda natyrës së njeriut. Pastaj, pas imazhit, është dëgjimi. Prap, nuk është e folura dhe e para. Ju e dini që fëmia në barkun e nënës fillon të dëgjojë pa lindur. Janë bërë këto studime, ndikohet, dëgjon zërin e babait, dëgjon muzikën. Dhe le të themi shqisa e fundit kur ikën nga kjo dynja, ne gjithë themi që çojmë xhenazën në varr, thonë rrini aty sepse dëgjon këmbët e njerëzve që ikin. Është shqisa prap e fundit që shkëputet nga xhenazja, domethënë flas për jetën e kësaj dynjaje, se do ta doja se vjen domethënë. Prap është dëgjimi. Prandaj u them që ndoshta me pak pa të drejtë ky Sartori e ka goditur jo se janë ndonjë fans imazhit, por ti je i drejtë apo të kuptosh se si funksionojnë gjërat në kompleksitetin e tyre, është gjë më e duhur. Domethënë që neve s'mund të penalizojmë, të shpallim luftë televizionit, sepse po ndodhin këto fenomene. Sepse edhe në komunitetin tonë të muslimanëve ka idera të tilla që mbylle, mos e hap, zhduke, mos e bli. Kjo metodë është metoda e shmangjes me problemin. Unë mendoj që ka një metodë tjetër, që është metoda e përballjes me fenomenin. Këto janë gjëra neve nuk i shpëtojmë fëmijët tanë, mos shikoni se ç'a ndodhi. Ne i shpëtojmë fëmijët tanë duke i bërë të fortë, duke i shpjeguar dhe duke u përballur edhe me imazhet e Big Brotherit, edhe të tjetrit, sepse duam ne, sa do t'i ruajmë ne, do vi një moment që ata do përballen me të. Dhe si do jenë nëse ata s'kan, le të themi, nuk kanë, janë të sqaruar brenda vetes së tyre se si të pozicionuan me këto që quhen imazhe. Dhe unë mendoj që
Zgjidhja është prap e bukur. Po lexoja këto, më kujtua ajo duaja që ne këshillohemi që ta bëjmë kur hipim në makinë. Falënderimit te Zoti, lavdi Zotit që na e mundsoi këtë mjet ta përdorim dhe ta nënshtrojmë mjetin të jetë në shërbimin ton. A nuk është më e drejtë që edhe kur kapim telefonin të bëjmë këtë dua, edhe kur hapim televizorin të bëjmë këtë dua, me ç'kuptim? Në kuptimin e vendosjes së raportit tënd me televizorin apo me mjetin, që ky është një mjet të cili Zoti të thotë që ti e falenderon sepse ai ta ka nënshtruar ty. Dhe jo ti jesh i nënshtruar ndaj mjetit. Më që në start ti vendos raportin e një njeriu që e komandon televizorin, e komandon telefonin, e komandon, le të themi, një element tjetër. Dhe nuk je i varur, sepse çështja është i sot shtrohet problemi i varësisë. Njerëzit nuk shkëputen dot nga telefoni, nga televizori, apo nga muzika, apo nga gjërat e tjera. Çështjet e varësisë. Atëherë si e zgjidhim çështjen e varësisë? Çështja e varësisë është ti japësh vendin e duhur gjës. Jo ta shmangësh gjën. Shmangja është një fitore e vogël, kurse përballja dhe dhënia e vendit të duhur është fitore e madhe. Ti do shmangësh një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, do ta gjej rrugën prapë ka për të ardhur ajo. Dhe ky është domethënë një problem që ka lidhje me këtë shqetësim të madh që Sartori ngre, domethënë duke i shpallur këtë luftë kaq të fortë të televizorit, të imazheve dhe gjërat e tjera dhe duke orientuar njeriu përsëri tek libri. Pjesa e dytë e librit është hapur, le të themi, arsyeja, domethënë shqetësimi i Sartorit. Si njeri politik, si njeri që është i lidhur me politikën, ai padyshim që vëre forcën e madhe të medias, të televizionit në shpërndarjen apo në formimin e opinioneve. Edhe pse televizioni nuk është një prodhues i opinionit, është një transmetues i opinionit. Prap janë diku tjetër prodhohen opinionet, thjesht televizioni i transmeton. Por shqetësimi i Sartorit është pikërisht kështu që, domethënë, televizori ka arritur që të deformojë demokracinë, të deformojë apo të bëjë të paaft njerëzit të mendojnë politikisht në mënyrë korrekte. Kjo është realitet, vërtet. Por unë them që një gjë na ngushëllon në këtë gjë, sepse e gjithë bota është një harmoni, ekuilibrash. Edhe e njerëzve të zgjuar dhe budallëve është një harmoni. Çado të përpiqemi neve të shtojmë numrin e të zgjuarve apo të pakshtojmë numrin e budallëve, ajo është shifër që se kontrollojmë dot neve, është harmoni. Edhe njerëzve që lexojnë dhe që njerëzve që nuk lexojnë. Çfarë argumenti Sartori s'ka argumenta fare, po kush mund të jap një argument që të na tregojë neve që në periudhën, le të themi, para se të shpikej televizori, njerëzit lexonin më shumë. Dhe tashti lexojnë më pak. Absolutisht jo. Mjetet celulari apo televizori thjesht kanë zbuluar raportin dhe ne shohim sot dhe fal këtyre mjeteve, fal Facebookut, se sa bosh janë njerëz, se janë shtuar budallëtë, se janë shtuar njerëz dhe pavlerë që flasin kot. Ata aty kanë qenë, edhe përpara televizorit, e do jenë edhe pas televizorit. Thjesht ne nëpërmjet këtyre mjeteve po identifikojmë. Po jo se janë këta faktori i shtimit të tyre. Raportat i lëvizjes, kur thash për harmoninë, thash për një raport global, pastaj se shtohen në një vend, paksohen në një vend tjetër në far politikave, politikat janë, nuk diskutohet që ndikojnë tek ajo gjë. Por më shumë se sa, le të themi, një problem global, unë shikoj problem individual këtë çështje. Gjithsecili vendos raportin e tij me televizorin, vendos raportin e tij me telefonin, vendos raportin e tij. Nuk janë çështje që zgjidhen as me ligje këto gjëra dhe as shumë në mënyrë kolektive, që u bëm një komunitet ne që i shpallëm luftë të televizorit. Jo. Këto janë zgjidhje të vogla, familjare, individuale, që luma ai që përcakton veten e tij tek pronari i televizorit edhe mirë ai që është i varur për te televizorit, apo telefonit apo mjeteve të tjera, domethënë. Në këtë kuptim, domethënë, unë shqetësimet e Sartorit, domethënë, kështu i kam interpretuar edhe i kam kuptuar. Është e vërtetë, domethënë, që kritika ndihet, domethënë, ajo adhurimi i tij për librin, lufta që ka bërë te televizorit,
por është pak e egzageruar. Pak a shumë këto dy teza mua më mbetën kokë, domethënë ajo frika e parë alarmante, domethënë që televizori po arrin po deformon domethënë thelbin e qenies njerëzore që mund të hajë dhe diskutime, dhe e dyta pikërisht kjo përballja midis edukimit nëpërmjet gjuhës së imazhit dhe nëpërmjet librit, që prapë edhe këtu them që nuk ka arsye pse të ndahet në mënyrë kështu kategorike që njëra përjashton tjetrën. Ato janë komplementare, plotësojnë njëra tjetrën. Shumë elemente që ka imazhi nuk jep fjala. Kam patur një rast personal, domethënë, një shfaqje e mia erdhi, pasi nuk e duam të gjithë, po si është ky Kadareja Ismaili. Edhe pa një nga veprat e tij në skem, po të lexuar në këtë lloj forme, domethënë, që unë e kisha përmbysur veprën e tij. Edhe tha një gjë, ti tha me mjetet që të jep teatri, ke vajtur atje ku unë nuk mund të veja dot me fjalën, sepse edhe fjala e shkruar ka limitet e saj. Edhe fjala momenti prapë që imazhi, tingulli, gjë live domethënë sjell çon diku tjetër domethënë. Në këtë kuptim e shikoj pak shumë të ngurtë, e shikoj shumë rigjid domethënë këtë sartorin. Ai çka ka lexuar domethënë të politikës është shumë kompetente, dhe këtu duket se ka notuar pak në ujëra që nuk i njeh mirë, edhe ka ngjelur pa argumenta, nuk është bitës, i ka ndjesi më shumë, i ka le të themi disa të dhëna studime domethënë që tash kaq përqind e amerikanëve nuk e njohin kush është presidenti. Po, dakord, s'mund t'i faturohet faj televizioni, domethënë se është kjo gjendje, janë shumë faktorë që të çojnë tek ajo. Ti nëse do merresh me shqetësimin për ta bërë popullin tënd më politik, nuk mund të fokusohesh vetëm tek faj televizionit. Të bësh një komb, siç jemi ne, nuk ka shqiptar që mos njoh, deri edhe tek kandidatin e listave të hapura e të mbyllura, se çu jemi. Jo, ne jemi popull që jemi të interesuar. Jo, unë mendoj që kjo është shumë pozitive. Është gjë pozitive, sepse neve nuk e di cila ka qenë arsye, po ne kemi patur informacion që ndoshta shumë shoqëri të tjera se kanë patur këtë informacion. Ndoshta na është dukur edhe informacioni kot. Do të thotë që s'do duhet, po jo, zë vend ai informacion, ne jemi shoqëri e informuar. Kemi qef të marrim informacion, nuk kemi shoqëri indiferente. Unë kam parasysh 97-ën. Në 97-ën unë isha në Vlorë. Kur kriste pushka, normali ishte që njerëzit të largoheshin, njerëzit mblidheshin aty ku krisi. Po, ç'a ndodhi? E kundërta e një reagimi normal. Këto janë karakteristika që tregojnë për një kombë të tillë. Dhe vërtet, shikoj, ne jemi të aftë, ai mund të jetë, domethënë, me informim pa lidhje me politikën, njeriu dhe prapë është i aftë, jap mendimi me kompetencë, domethënë, të paktën është konfident, është ai e beson në veten e tij që sa të kalojnë deri në absurd, domethënë, le thuash njerëz në zona rurale që kanë 1001 halle, ata flasin për Trumpin. Ky është një raport, ku tregon raportin që ka individi me votën, me shoqërinë. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive, më sigurisht, le të themi një elitë intelektualësh që do ta drejtonte një shtet të tillë, kjo është një energji e jashtëzakonshme, domethënë njerëzit janë të interesuar.